shtëpia i plotëson të gjitha kushtet, i falenderoj të gjitha ata që kanë kontribu, edhe lusim Allahin që mos kemi so katastrofash, çfarë kemi pasna. Po nina shumë i lumtur. Nuk jemi të rreziku me na hi ujë mrena që kemi pas probleme përpara, mren ku kemi banu, tash edhe në qoftë se vjen, atëherë besoj që nuk kemi me pas të lash, që kemi pas përpara. Përshëndetje. Aleikum selam, qesi, a e mira e rahat. Shyq, ku jetoni tash? Qira jetoj, qytu për të rrugës, një shtëpi. Sa antarje? 4. 4 antarë. Edhe nëntor, vitit kalum, si ka përmbyt këtu që kokema dhe këtu edhe kështash. Nëntore, edhe në Edhe ma herët, shkort, po veç që kalzaj. edhe në shkort, në 10 shkort, 20 nëntor, 19 janar, 10 shkort. S'ka, rafsh këtu, prej kanalizimeve në merë ujnë. A punonoj sa në Punojnë sigurim. sigurim? Po, E Qiran kush e u pagun? Qiron, Na komuna e kemi. komuna na kanë premtu prej fillimit, edhe komuna ka marrë pësi, Qiron. A ka pas në shoqat apo njerëz vullnetit mirë që ka armë një mu? Po. A ka pas për tyne që ju kanë premtu shtëpia? Jo, shtëpia jote, jo. Shtëpia nuk na ka thonë asnjë. Vetëm ndihma, është mbati se nai na dol vetëm çështu qet qysh. Ik edhe më pështu antarët e familjes domthon, po edhe për kroja e komunës u kon. Çka kanë pas mundësinë përmes komune, edhe më kanë dalë ndihmë po. Për ndrysh të kot merr. Edhe mos më pas për kroje. Si Shy që mos me ardh dikush më ta bosh shpinë, çka keni me bo, me net me qirat të ankuhen. S'ka me bo, për na. Do të me këshyrë na i zjepet. Për bes. Pa fështirë. Oke, na këna armë tani shpinë, shyq. Krejt komplet për hajt koft. Faleminderit shumë. Në emër të Jetimave të Ballkanit edhe Fondacionit Bexhet Paculli, shtëpia për të bëhet. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. inshallah gjithmonë. Inshallah bohëm edhe na, edhe fëmija jonë dikoj me ndihmë. Inshallah. Faleminderit. I falenderoj të gjithë atë jetimat e Ballkanit dhe Fondacionin Bexhet Paculli Halil Kasrati.